të shkoj, nuk mund të bëj kaq, pra të ketë pasynim për të përçarë. Pra ti thua edhe që se Meta hyn pa Ramën në zgjedhje. Jo, unë besoj që Rama nuk futet thua ti. Unë besoj që Basha nuk do hyjë në zgjedhje dhe nuk hyn në zgjedhje. Jo se e them unë, po ishte dëshira ime ishte diçka tjetër. Unë them çfarë informacioni kam. Po, unë dua një analize me fjalë sa më të thjeshta për të kuptuar njerëzit. Po them informacion më tepër se analizë, po them që Basha nuk hyn në zgjedhje me Ramën kryeministër. Pra edhe sikur Meta të thotë deklaroi që unë do hyj pa Ramën në zgjedhje. Jo. Roberti ishte i qartë, ka bindje këtë gjë, ka analizë, Lorenzo Vangeli, të lutem. Kemi vënë një bazë bashk, pas dolëm nga studia Fevziut një javë më parë. Mos më thuaj që do ta pranosh publikisht që je duke e humbur pak a shumë. Jo, misoj sekond. Unë mendoj që ty do dali llafi më shumë se mua në këtë pikë. Por ende nuk është konfirmuar, asgjë. Ende nuk është konfirmuar, kështu që le ta lëm në Bastin e parim e kemi. Po. Dhe unë nuk po e themi njëherë për njëherë. Nuk po e themi. Ta mbajmë kështu? Jo, do e themi argumentin tani. Në qoftë se Meta hyn pa Ramën në zgjedhje, valla hyn vetëm. Janë koalicion. Hyn Basha apo jo? A është një nga krau tjetër i Trekëndshit, po të flasë për Bashën, sepse kjo histori nuk është shumë histori politike, se sa është një manovër aritmetike. Do me thënë, për arsye nga më të ndryshmet, mirë apo keq, e Majta e Bashkuar është në shumicë në Shqipëri, bashkë të dy. Që është ky mit që është shumica e Majta e Bashkuar? Bashkë të dy. A ka zgjedhje, Lorenzo? Nga shifrat aritmetik, po thënë. Po më zgjedhjet kanë treguar që... Nuk po të flasë për mit, po të flasë për aritmetik. Njerëzit nuk ndryshojnë këtu, është gjithmonë Majta e Bashkuar që fiton. Përjashton 92-shin, të gjitha dinamikat e shifrave tregojnë këtë gjë. Majta e Bashkuar ka më shumë mbështetje popullore. Ka që është aritmetik, nuk është mit. Nëse e kalojmë të detaj se nuk duhet të mbetem këtu, Robert. Opozita ngriti si kalë beteje gjatë gjithë kësaj periude, ishte të shikonte se çfarë humori kishte të mërkurën Rama kur dilte nga zyra e Metës në kryesinë e kuvendit dhe çfarë mënyre komunikonin me njëri tjetrin ditën e njëjtë kur ishin njëri lart tjetri poshtë në sallën e seancave plenare. Po, këtë detaj interesante shumë. Gjithë përpjekja e opozitës ishte pikërisht në këtë gjë. I shikonte të dy këta si një shqiponj, po t'i ndante, dhe nga që i mbanin dhe të dy, vazhdimisht kokat njëri nga njëra anë tjetri nga ana tjetër, opozita shikonte që do të kishte një shans, le të themi, deri diku real, për të hyrë në zgjedhje, nëse për të pasur një rezultat konkret të caktuar, në qoftë se këta do të hynin në rastin më të keq për ta, veç e veç, dhe në rastin më të mirë për opozitën në kundërshtim me njëri tjetrin. Që u tani do të kërkoj ta thuash me fjalë pak më të thjeshta. Me fjalë më të thjeshta. Po Basha hyn nëse Meta hyn vetëm zgjedhje. Po të ishte bërë kjo gjë, domethënë Rama dhe Meta të ishin në sherr me njëri tjetrin, pra të kishin një politikë trepolare, Basha, Basha kishte më shumë shanse të vinë në zgjedhje. Lorenzo. Kjo nuk është përgjigje pyetjes time. Kjo do kishte kuptim në kohë më përpara, po tani jo. Besoj se do të kishte. Se loja ka mbaruar? Është e sigurt që Meta do hyjë me Ramën në koalicion? Jo, sepse dhe... Po kjo është pyetja ime, pra. Sepse... Ore, pyetja ime ka të bëjë me të ardhmen, jo me atë që kaloi. Atëherë... Është një ekuacion... Se s'ton përgjigjesh, mo Lorenzo. Më ngjau se të përgjigja, ta them edhe një herë tjetër, po mirë, mbase s'jam përgjigjur. Mo Lorenzo, më shif mua këtu, e tentojmë përsëri. Hajde ta bëjmë bisedë, molla. Atëherë, kërkesa që bën këto dy parti, edhe PS edhe LSI-ja, për të shtyr datën e regjistrimit. I kalojmë. Jo, nuk e kalojmë, sepse ky është detaj që na çon atje. E di pse e bëri. Lorenzo, do vi një moment. Nuk janë regjistruar si koalicion dhe në qoftë Ore, po zoti lot fare njerëzit duan me këto teknika, me këto teknika. Mos zotri. Kjo është politikë. Unë e marr të mirë qen, po jo më përku duhet mua kjo në këtë emision vllak. Në këtë emision unë nuk i lodh njerëzit me këto vllak. Emisionet e tjera i lodhin. Si ta bëjmë të thjeshtë? Ja, po ta thjeshtoj unë. Po. Jemi gjithmonë në fiction vlla. Pra, i tejkalojmë sa gjëra. Po. Vim në këtë skenar. Një ditë e bukur, sa do vi kjo ditë apo jo? Në mos pas një muaj, pas 2 javësh, pas 2 muajsh, ka rëndësi. Abstrahojmë nga kjo. Meta der thot, kështu si erdhën punën dhe po hyn vetëm. Atëherë ç'bën Basha? Basha ndërkohë është çadër. Rama ndërkohë vazhdon presi. Meta vendos se do hyn vetëm. Rriten shanset që Basha të hyjë në zgjedhje. A pra e shikoj, pra i të ndihmova. Ka një pra Lorenzi thot, rriten shanset që Basha të hyjë në zgjedhje. Nuk e jep të prerë ti. Nuk e jap të prerë. Atëherë ti mendon pak vesi Rakipllari. Që thot Basha nuk lëviz nga... Jo, sepse unë mendoj për ca ligjësi të tjera. Reagoni ju ndërkohë ju që na shifre, reagoni në Plumbi kur del nga tyta e pistoletës ka marrë rrugën e saj. Dhe për të kthyer dhe pak më mbrapa nëse do
ne kemi një shprehje që themi... Mos! Nëse, jo me jo, nëse nxjerr pistoletën nga brezi, Bëje. o qello ose kujdes. Po ka ndryshuar kjo tani? Çani, është një... Jo, ka ndryshuar kjo. Jo, dhe thepi vazhdon të jetë po aq i mpret. Çani, është një ekuacion më... Thonë ata që kanë provuar. Shiko, është një ekuacion aritmetik pak më i thjesht, me që ti e do me kështu... Po si se duam, është ora 9:30, shku se ka publiku të mere me teknikalitetet tilla, u regjistruan shty regjistrim, asnjë rruhet fare për kjo gjë. Ata do të dinë vllak, çdo ndodhin final